Një ngjarje me rëndësi historike si ajo e dasmës së Skënderbeut, heroit kombëtar, erdhi si një festë e bukur e organizuar në oborrin e kishës së Shënmërisë në Vaun e Dejës. Ja ka lënë një ushtrije me turq. Në këtë objekt kulti mendohet se Gjergj Kastrioti lidhi kuror me bien e krahinës së Florës Donika Arjaniti, një martesë e konsideruar edhe si një bashkim mes jugut dhe veriut të vendit. Rov Gjergji, rov Donika. Personalitetet të ndryshme nga politika, arti dhe banorët të zonës ishin të pranishëm në këtë manifestim kulturor. Dasma e Gjergj Kastriotit me Donika Arjanitin nuk është vetëm një moment historie, është simbol i identitetit tonë kombëtar, simbol i bashkimit, i qëndresës dhe i vlerave që na kanë mbajtur gjallë ndër shekuj. Ky grup artistësh dhe bashkëpunëtorësh na rikthen në kohë, duke na bërë të prekshme ato ngjarje që përndryshe do të ngeleshin vetëm faqet e librave të historisë. Prandaj përmes teatrit, përmes kostumeve, muzikës, interpretimit, historia do të thotë që nuk lexohet më, por ajo jetohet. Të tilla organizime synojnë të promovojnë resurset që ka kjo zonë, ndërsa vetë ngjarja mbart vlera të rëndësishme për kombin. Kisha e Shënmërisë është ndërtuar në këmbë të malit të Dejës, ku ndodhen rrënojat e qytetës dhe fortesës mesjetare të Danjës. Për herë të parë, kisha përmendet si qendër peshkopale në vitin 361. Në këtë kishë thuhet se ka vënë kuror Skënderbeu dhe në afërsitë të saj ekziston varri i Lek Zaharis.